kryesori i tyre është agresiviteti. Çka do të thotë që filozofia me të cilën Berisha ka zgjedhur listën e mbyllur është besueshmëria, agresiviteti. Tashmë po vallëfaqohet me një fenomen tjetër i cili përpos një sherri i cili është ordiner në kuptimin e interpretimit, një gjë rëndomt, zbërthen një filozofi në vetvete. Dhe filozofia është që në Elbasan ka një situatë të mbarsur e cila shpërtheu. Dhe ajo që ne duhet të analizojmë nuk është thjesht akti i sherrit atje që natyrisht është ordiner dhe përbën një lajm që gjithë mediat botërore japin. Në një miting elektoral për fajsuesit e të njëjtit grupim politik të zgjedhet njëri tjetrin është lajm botëror. Djali në kryetarit, zoti Vučić ishte cilësinë e kryetarit partisë. Çuni i funksionarit kryesor politik por këto janë të një analize jo të natyrës politike që diskutojmë ne, po të një natyrës të një rendi shoqëror, të një kulture shoqërore, të atij ambienti politik. Unë do të qëndroj më tepër te fakti që është më i rëndësishëm. Elbasan ne kemi diskutuar shpeshherë, janë cënuar absolutisht gjithë parimet mbi të cilët duhet funksionojë një grupim politik në demokraci. Dhe aq më tepër u cënua i parimi i primarëve. Dhe primarët në themel të tyre kishin votën e qytetarit militant dhe për krahas partisë. Kjo u cënua në themel. Dhe u pa që një dorë e fuqishme bëri një përzgjedhje që po paguhet tani. Dhe kush është përzgjedhja? Në qoftë se Berisha vete në Elbasan dhe transmeton në opinionin publik nëpërmjet deklaratat të tyre që Elbasani është ambienti më i inkriminuar ku grupet kriminale bëjnë ligjin, kjo ngjarje që po ndodh ose që ndodhi në Elbasan tregon që kjo situatë nuk qenë nga krahun e Partisë Socialiste, por që nga krahun e Partisë Demokratike, ku të fortët të cilët Berisha i ka përzgjedhur për të kundërvënë sipas këndvështrimit të tij të fortët të Partisë Socialiste, nuk u adi në një padrejësi të madhe që i është bërë palëve, nuk e dim cila prej tyre është më e penalizuar, por rëndësi ka që njëra palë është penalizuar, pala tjetër vjen si demon, vjen si pushtet mbi gjithë pjesën e partisë. Pikërisht kjo situatë ka prodhuar këtë konflikt, i cili është i patolerueshëm për një grupim politik, dhe aq më tepër në një miting festiv, duhet thënë, sepse mitingu është festiv. Dhe po fliste këshilltari i zotit Lasivita, zoti Grifin. Nuk më intereson fare kush po fliste, më intereson që konflikti midis të fortëve të përzgjedhur nga Berisha, që ai transmeton sikur i ka krahu tjetër, në momentin e kontaktit të tyre, është kontakt fizik i tyre tashmë, është shpërthejnë në konflikt, shpërthejnë në një betejë që mendo ka të plagosur deri dhe rënd. Sepse çuni i Boçit është në spital dhe vazhdon, nuk e di vazhdon tjetër apo jo. Ka qenë në spital mbrëmjes. Disi informacione që ka mund të ka qenë në gjendje me të çara dhe ka pasur fytyrën e cila ka qenë në gjendje të rënduar sipas individëve, flas gjithmonë që kanë qenë prezent aty dhe që kanë ndjekur ngjarjen që ka ndodhur nga afër. Unë pa diskutim që e dënoj ashpër dhunuesin, për mos se janë të gjithë të djathtë, po çfarë mesazhi përcjellim ne te populli? Ne po përcjellim mesazhin e dhunës, unë përmenda dhe rastin e Korçës, po meçe e theksoj dhe rastin e Lezhës, kështu që janë të gjitha këto. Dhe Dibrën, dhe ne kemi të gjitha këto raste. Ai është tipik ai. Ai Dibrës nuk e vën diskutim sepse asnjëherë nuk përfaqëson ndonjë figurë për tu konsideruar. Po gjinjoni që përcakton frym. Ky Korçës, ky doganieri edhe ky nuk përfaqëson, po vjen nga Korça. E kupton çdo thotë Korçë transmeton. Ne ka pasur edhe raste të tjera, më fal që ty korrigjoj në parlament. Ky Korçës mos gaboj. Tani, ai gjë duhet të interpretoj atje. Po shikosh, konflikti nuk është individual. Është konflikt kolektiv. Pra ka ndeshje grupesh. Pra duan të ruajnë pushtetin politik, janë influenca të caktuara, ku njëra thash luan pushtetin dhe imponon pjesën tjetër që është cënuar një liri. Kjo është përgjithsisht produkti asaj skeme që nuk është vetëm në Elbasan. Në Elbasan shpërtheu dhe u bëj dukshëm, një përmash që është e dhimbshme, është qesharake, po është e dhimbshme, se në fundit jetojmë një realitet politik në Shqipëri. Dhe të gjithë ne nuk duhet të kënaqemi me këtë situatë. Sepse kjo situatë është situatë që mbarset brenda grupimit politik dhe që transmetohet absolutisht në gjithë jetën politike. Dhe kjo, sinqerisht, është e dhimbshme. Natyrisht, kjo lloj situate jep edhe mesazhin tjetër të prezencës Partisë Demokratike në këto zgjedhje në Elbasan, meqense e kemi Elbasanin.
Duket që Elbasani është absolutisht i organizuar. Arsyeja pse si që shtek, natyrisht Zanjusha është më e updetuar me situatën, por në distancë lexon që ke një situatë shumë konfliktuale brenda Partisë Demokratike. Mendo tani, një situatë kaq konfliktuale brenda Partisë Demokratike si transmetohet një betejë elektorale ku normal, siç e shoh unë, agresiviteti transmetohet edhe në publikimin në publik kundrejt njëri tjetrit, krahas sherrit, se sherri është kulbi, sherri është ekstremi i konfliktit, ky lloj sherri. Por ky sherr në terren shifet që do jetë një konflikt propagandistik kundër një tjetër, prej përçarje dukshme në opinionin e Elbasanit. Kështu që rezultatet për ta mbyllur këtë pikë. Dhe për ta mbyllur këtë pikë do të thashë që mesazhi është e dhimbshme që shohim sot që Partia Demokratike, ajo parti që jep të frymëzim sot mesazhi që jep është dhuna. Është dhuna te militantët e vet, është dhuna brenda llojit, është dhuna për të ruajtur pushtetin brenda të djastës, është trajtimi i Partisë Demokratike si prom private dhe jo si një e mire për bashkët, për popullin, për dhënë frymë, për dhënë shpresë, për dhënë opozitë. Kjo e gjitha ndodh fal faktorit Boçi. Ka një çorganizim në degën e Elbasanit, ka një çorganizim në degën e Shkodrës dhe gjitha kjo vjen vetëm për egon dhe interesin personal të një personit vetëm për pushtet. Mirë, dua ta kaloj këtë pikë, futemi pak tek ai ka qenë një lajm i ditës së sotme, ka qarkulluar sipas një pjese të PD-s është hequr nga grata ndaj zotit Berisha, por nuk kemi njoftim zyrtar nga Departamenti i Shtetit. Çfarë ka ndodhur Alesia? Ta sqarojmë pak këtë pikë. Mua vjen për qeshur, që merreni dhe harxhoni kohën, sidomos ju Arbër se jeni dhe gazetar serioz me këto deklarata. Tani është një gazetar, thot Arbëri, i cili e thot dhe zoti Berisha. Po mirë, pra, pyetjen ma aderove ti, prandaj dhe unë po drejtohem ty në këtë rast. Paguhen $6 milion